Forca e Sigurisë së Kosovës po shënon një etapë të re në angazhimin e saj ndërkombëtar, duke u pozicionuar si një forcë profesionale dhe e gatshme për të kontribuar në misione paqëruese edhe në zona të ndjeshme si Gaza, e trajnuar sipas standardeve më të avancuara dhe në bashkëpunim të ngushtë me partnerët strategjik ndërkombëtar. FSK po dëshmon kapacitete të larta operacionale dhe gatishmëri për të marrë përgjegjësi për te kufive të vendit. Tashmë një ekip i forcës së Kosovës ka udhëtuar drejt Gazës për të realizuar rikonecionin e zonës, ku do të operojnë trupat e saj në kuadër të misionit paqërues të forcave stabilizuese ndërkombëtare, të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kuadër të kësaj ish atasheju i parë i FSK-s, i cili shërbeu në misione jashtë vendit, Xhavid Gashi, thotë se Forca e Sigurisë ka vite që ka dëshmuar profesionalizmin dhe besimin për të shërbyer me mision si në Gaza, krah partnerëve të saj. Tani konsiderimi apo ftesa dhe përgatitja e institucioneve të Kosovës edhe vetë FSK-s për mision stabilizues për në Gaza tregojnë për nivelin e përgatitjes, po edhe të besimit që kanë partnerët tanë strategjik, sidomos Shtetet e Bashkuara, Anglia edhe shtete tjera që të shërbejnë krah për krah me Forcën e Sigurisë së Kosovës. Edhe njës të çështjeve të sigurisë vlerësojnë këtë zhvillim si një hap të rëndësishëm për forcimin e kredibilitetit ndërkombëtar të Kosovës dhe të FSK-s në veçanti. Do të tregohet e gjithë ajo që ka shtë prej aleatit përjetshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht Mbretërisë së Bashkuar dhe partnerëve strategjik. Pra, Kosova do të fitoj kredibilitet, do të tregoj profesionalizmin dhe ai që ka qenë skeptik do ta pranoj Republikën e Kosovës kështu siç është, shtet i pavarur dhe sovran me institucione të konsoliduara 100% të shkolluara nga NATO dhe partnerët strategjik. Në këtë kontekst, Forca e Sigurisë së Kosovës shihet si një komponent gjithnjë më i rëndësishëm i përpjekjeve ndërkombëtare për paqen dhe stabilitetin, duke forcuar bashkëpunimin me partnerët strategjik në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.